Jeta dhe karriera e Zyliha Milotit, mjeshtres së madhe të skenës shqiptare, u shfaq në ekranin e madh të Kinema Republika në Shkodër përmes dokumentarit Zyliha Miloti, aktoria e 1000 roleve. Ky dokumentar erdhi në shenjë falënderimi ndaj aktores së madhe të humorit për pasionin dhe kontributin e jashtëzakonshëm që i ka dhënë skenës shqiptare të humorit. Mes emocioneve në shfaqjen e premierës, ikona e humorit nuk i ndal falënderimet për spektatorin shkodran dhe jo vetëm. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në ndërim të figurës time artistike. Shumë faleminderit. Ju keni qenë edhe jeni përsëri frymëzimi jonë. Jeni shpirti jonë, jeni zemra jonë. Ju falenderit shumë, shumë faleminderit për ju. Unë kam për herë të parë sonte, se nuk e kam pa dokumentarin, pra dhe kam edhe shumë emocione. Regjizori Arjan Quliqi dhe skenaristja Klodiana Shpenti tregojnë për punën dhe realizimin e dokumentarit kushtuar ikonës së humorit Zyliha Miloti. Zyliha Miloti është e madhe dhe dokumentarit do të jetë i atyne për masave që i takon Zylit. Jo i thjesht. Dhe me thanë drejten, përveç pjesë profesionale, ju do të ndjeni. Jam i sigurt se do të ndjeni shumë dashuri, sepse edhe vetë Zyli na ka falë shumë dashuri. Unë shpresoj shumë që ky dokumentar të vi tek ju ashtu si është realizuar, me shumë dashuri. Mjeshtri në montazhit, një dhe i vetmi Gjergji Pano. Pak e vështirë që 65 vite ti sjellësh në një orë të vetme, shpresoj që t'ju pëlqejë sepse vërtet ne e kemi realizuar me shumë dashuri. Aktorët e humorit, miqtë e Zyliha Milotit vlerësojnë kontributin e jashtëzakonshëm. Për me folë për Zylin, domethënë vetëm unë mundem me bëj seri. Imagjino se sa partner ka pasur në jetën e vet, sa artista, sa filma, sa aja thotë mi, skeqe, po unë mendoj që ka bërë ndoshta 2000. Zyli është një dhe nuk mund të bëhen, është mbretëresha jon, po asnjë diskotek. Është kënaqësi që jemi sot në Shkodër në një event tepër të rëndësishëm për një aktor të shkëlqyer që ka lënë vlera në artin shqiptar, për Zyliha Milotin, shkodranën e famshme, artisten e skenës edhe të ekranit. Një jetë tonë kam punu me dhe, një jetë tonë. Është aktore e madhe humorit, kam pas fatin që kam pas partnere mi 35 vjetë, dhe pas partnere Zyliha Milotin, është si një azmatik që ka bombulin e oksigenit tu, aja është i bombul. Edhe ka kënë shumë aktore e madhe. Zyliha Miloti është aktoria që sapo i shqipton emrin jo vetëm identifikon Shkodrën, por edhe humorin shqiptar. Artistja e njohur erdhi në një rrëfim të rrallë për jetën e saj në këtë dokumentar, ndërsa kolegët dhe miqt sjellin kujtimet e karrierës së saj të gjatë në skenë dhe ekran.